Saga mes Gjestit dhe kompanisë Onima sapo ka marrë një kthes të papritur. Pasi gjykata caktoi 30 ditë paraburgim për këngëtarin, rrjeti u nda në dysh, në përkraje të Gjestit e të tjerë me Onimën. Por kur gjakrat janë nxjerrë më shumë se kurrë, në skenë ka dalë Abino Tahiri me një mision të qartë, pajtimin. Labi, përmes rrjeteve sociale u shpreh publikisht vullnetar për të gjetur një zgjidhje. E për këtë iniciativë, ai dha detaje sonte në prive Baliberta Spahiu. Nëse një bashkëpunim zgjat një vjet, 2-3, pasë sot do që zgjat, është shumë e rëndësishme me u shkput me marrëveshje, sepse në mes nesh nuk do të mirën parasysh krejt se që ka thuhet në rrjetet, domethënë platforma digjitale ose në kontrata, sepse ka njerëz dhe burra më të mëdhenj se sa ne që i kanë kryer punët dhe luftrat pa ndonjë kontratë apo ndonjë letër. Esenca e kësaj është që shumë urgjent dhe shumë shpejt mos më bë më e madhe është me pajtu Erkandin me Gjestin. Pastaj ato procedurat e tjera sigurisht që kanë me vazhdu me u marrë vesh se çka ka ndodhur edhe me kry interesat e veta të dy palë, domethënë edhe Erkandi dhe Gjesti. Çka më ka pengu mua që kanë dalë disa me deklarata duke jo gjujt shembull Erkandit në një anë ose dikush tjetër Gjestit. Kjo është jo e mirë, sepse nuk ka nevojë me u nxit më shumë kjo situatë. Gjestit vetëm ju kanë darë 30 ditë paraburgim dhe kjo më ka më ndihë shumë keq, e kam qitë në vete. Padyshim se Gjesti nuk përkrat këtë rast që ka shku edhe ka bë kanosje me armë pa leje atje te Erkandi, sepse nuk ka qenë vetëm Erkandi ose dikush tjetër kudo që ka qenë aty, por ka pasur edhe staf që kanë punuar te Erkandi. Kjo nuk lejohet. Megjithatë, unë mendoj se duhet më u fal njëri tjetrit dhe me vazhdu aty ku ka ngesë interesi ose me ja kthy njëri tjetrit borxhin edhe me vazhdu, sepse karriera nuk është e përhershme, jeta nuk është e përhershme, është shumë e rëndësishme me jetu mirë, qetë. Edhe në biznes çdo herë ka pengesa, çdo herë është interesi i paras, po jo mbi gjitha. Do të vihet qenia njerëzore, tani paraja. Hapi i parë drejt këtij qëllimi tashmë është bërë. Po, fillimisht i kam shkruar Erkandit mesazh, sepse kam punu këtë gjëmat edhe qysh kur ka qenë me klipet, i ka bërë shumë herët, i ka bërë klipet e mia Erkandi. Edhe unë kam pas ndonjë ngesje domethënë me klikime ose ku ta di unë parat si shkojnë aty. Po nuk më ka interesu shumë sepse kam punuar edhe me mbrëmje unë. Mirë po këtë iniciativë kam marrë dhe i kam kërkuar Erkandit me taku me fol me të. Unë uroj që kam u taku edhe me familjen e Gjestit ose me dikë që është përgjegjës për këtë situatë të Gjestit. Unë jam gjendje me përkrahë Gjestin deri në fund, që me liru nga burgu edhe me kretë mundësit jam i gatshëm me kontribu për Gjestin edhe familjen e tij. Normalisht kemi bisedu me shok edhe me Bini, ka qenë pranë Bini Diaz, ideja pranë që me marrë këtë iniciativë me i ofru Erkandin edhe Gjestin. Kështu është si labe ka marrë iniciativën, nuk është hera parë që ndoshta ja ofroj dikën me u pajtu ose me ofru njerëzit, sepse në këtë kohë po dihet që globalisht luftrat veç ka janë të udhëzë, nuk di sa kena me jetu. I thash Erkandit është shumë e rëndësishme me fal njëri tjetër, që ndoshta një ditë na vjen koha mja zgjat dorën armikut anë që i kem s'pja përmendja në atë shteti, për me normalizu jetën, edhe mendoj që të dy palët kanë shumë të rëndësishme me normalizu këtë situatë, me jetu mirë, patsisht me jetu, edhe me vazhdu punën, sepse unë mendoj që te Gjesti ka ndodhur diçka që dikush e ka nxitur menojën, edhe dikon e pengon Gjesti, për shkak se shumë shpejt dhe shumë fuqishëm i ka sfidu shumicën e stradës, do thonë me koncerte, me mbrëmje, po kuptohet se Gjesti ka hek shumë, e ka nënçmuar, kanë ignoru, edhe unë atë djalë duhet ta them mirë, do të pjesë përpara. Edhe plus asaj, vujtjet që i ka pas me vllahun e tij, e rrit nga pak, ja ka ndihmu Gjestit me ardhur deri te ky moment. Po se Erkandi më ka prit tepër mirë, edhe falenderoj shumë publikisht. Nesër e kam lënë me shku në Onima atje, edhe me bisedu, me vazhdu me fshiu ku mujmë me çu këtë punë për më u kry krejt edhe me datë kënatë.
Në anën tjetër, CEO i Onima duket se po qëndron pak më i ftohtë. Me postimin Shqiponia nuk ka miza, ai la të nënkuptohet se nuk e ka mendjen tek zhurma, por labi insiston se vullneti për zgjidhje ekziston. Jo, për këtë nuk mund të më thonë ende asgjë për arsye se nesër kam u taku me të, unë insistoj, jo nuk është këtë puna kush del fitimtar, se nuk është ring, është çështje biznesi, dhe fal Zotit s'ka ndodhur ndonjë tragjedi që ka mujt me ndonjë tragjedi. Padyshim, ndoshta ka ona e gjithë ose ka Erkondit. Po fal Zotit nuk ka ndodhur. Edhe unë mendoj se këtu nuk është këtu kush tek po fiton tani kush është Shqiponia, kush është Buberreci, nuk ka rëndësi kjo punë. E rëndësishme është që me punu Erkondit, me ecë si kompani, me ecë gjesti në karrierën cilën e ka nis, edhe që i ka shku mirë, edhe mos mu kthy mbrapa se kush çka ka thonë. Çka mbetet nga onat domethënë platforma digjitale si YouTube e ato gjëra të tjera, i din vetë kompania, unë nuk muj me hi aty, janë statistika për çdo gjë, apo kupton. Dhe shtykoni mirë, ndoshta unë jam tip që ndoshta kisha me qenë më i keq se Erkondi dhe gjeste, edhe domethënë nëse mbat një padrejtësi, po ja do të jetë një padrejtësi shumë e madhe, jo biznesore, sepse bizneset bëhen prapë për neve njerëzve, edhe ndoshta edhe unë kisha me reagu në mënyrë të tillë, po jo bashkë kështu. Erkondi u duk shumë pozitiv se Erkondi di kush i ka shkruar. Domethënë, unë i kam shkruar me afru, mu nuk më intereson se çka ka me bë gjesti nesër ose Erkondi. Më intereson mës me bë më e madhe me ndodhë ndonjë gjë që nuk duhet me ndodhë për asnjë në familje. Për te pajtimeve duket se labit i ka munguar edhe shija e politikës. Zërat në redaksin ton prej kohësh thonë se ai po shqyrton seriozisht rikthimin e këtë fushë e ku ka zë me sa duket se është pa gjë. Unë mendoj edhe pa qenë në atë kohë në parlament, edhe pasi që kam qenë, edhe tani që s'jam, unë menoj edhe besoj që popullata e Mirnjos e kam dëshmu që jam i gatshëm me punu për vendin. Domethënë unë edhe pasi unë i kam dhënë gati 10.000 euro për fond, për arsye se e du shtetin, unë nuk e du vetëm ma shumë se shtetin kur, se liria jonë është shumë e shtrejt, kush nuk e di, do ta di, edhe mos flas për gjëra të tjera humanitare, po unë mendoj që popullata ka nevojë për një lab për me punu, unë nuk rri, unë punoj për ta më shumë se sa për veten. Për vete i kam kryer këtë gjitha, faleminderit Zotit. Besoj që kthehem nëse është ndonjë ofertë e mirë, serioze, edhe nëse i kam durë të lira me punu, se ka nevojë vendin e punu shumë. E soj përket Vjosës edhe Albinit, se a mund të ndryshoj me shku vendin zgjedhja, jo ata të dy e din, më ndodhë që prap ka me vazhdu dhe zgjidhët prap Vjosa presidente, kërkush nuk e din, ata dy e din këto mekanizme, sepse në politikë disa gjëra bën nër tavolinë, domethënë që nuk i di populli fare. Po mendoj se janë të mira për vendin. Po vendi nuk ka nevojë me shku në zgjedhje, edhe pse ndoshta nesër kisha me garu për deputet. Po unë mendoj se në këtë krizë, këto luftra që po hapën fronte të reja, siç është Iran, Izrael, SBA, unë mendoj se nuk ka nevojë Kosova me shku zgjedhje, se veçanërisht të armatos Serbia. Me që ishë me tës mund t'alinim pa e pyetur për muzikë. Një bashkëpunim me Lion dhe kushtrim ke Lanin u paralajmërua dhe fansat janë gjithë sy e vesh. Besoj që nëse është gatishmëria e të dyve me bashkëpunu, mund ta bëjmë ndonjë këngë të re, të kuptohet këngë dashurie, edhe një tekst të mirë, me kushtrimin, edhe Liona me qenë prezente në klip, ose ku i dihet edhe me këndu një pjesë, pse jo, nëse ka mundësin, me një këngë të re nga ne të tre. Besoj që jo, nuk besoj që do të bëhet ajo, sepse e ka marrë ajo atë ovacion, nuk ka ndonjë risi me ku klip i ri për atë këngë. Edhe besoj që Iliri ka marrë këngën në kanal, është i knast aty, edhe po e lojmë këtë këngë me kaq. Po Klodi, a ka vend për të në këtë projekt duke parë kërkesat e shumta të ndjekësve?
Pa dyshim, edhe më kanë shënu vonësat shumë për këtë pjesë, edhe unë e mirë presë, pa dyshim, pse jo. Unë jam një ideal që ja kom dhënë mundësinë shumë artistëve të ri, artisteve, i kam publiku këngët kur s'kam pas fare famë, pasaj kur kam bo famë, ndoshta edhe më kanë hek prej followit në Instagram, por unë i kam përkra për arsye se kam hek kështu si ideal i ri, si artist i ri, me gjithë kam sfidu shumë e kënd, edhe kam sfidu çdo barrierë që më ka dalë përpara, për 3 sene. Kam dash rrugën që ma ka trasu familja, Zoti, kam qenë modest dhe kam dash me pa mirë të tjerët, sepse veç mira më ka sjellë Zoti mua. Puna e Labit vazhdon në shumë drejtime, por vëmendja mbetet tek misioni i tij më i vështirë, a do arriti afund mos pajtimeve mes Gjestit dhe kompanisë Sonima, apo kjo sag do të ketë episode tjera përpara drejtësisë. Mbetet të shihet nëse diplomacia e Labit do të peshojë më shumë se inatet e vjetra.